Aktualisht, në atë sallë, Ulsi Manja po të deklaron dhe po shpjegon sepse për hallet e Edi Ramos Shqipëria duhet bërë kurban, sepse për hallet e Edi Ramos duhet shpëtoj Lubia, ndërkohë që kjo është e njëjta qeveri që për faturat e dritave, për faturën e ujit, për parkimin dysh, për kuponin ka arrestuar qytetarët dhe i ka futur në burg, ndërsa për Lubin thonë nuk duhet ketë burg, por duhet ketë amnisti. A mund të tolerojmë ne një ngjarje tillë? A mund t'i lejojmë ne këta? A mund t'i lejojmë ne këta hajdut që me vendime politike të blokojnë drejtësinë? Qytetarët kanë luftuar dhe kanë punuar që drejtësia t'jetë e barabartë për gjithë. Nuk mundet që të ketë burg për ata që protestojnë kundër korrupsionit dhe amnisti për ata që vjedhin qytetarët. Të nderuar miq, sot demokracia, pluralizmi, Shqipëria na thret si shoqëri që të reagojmë kundër një pushteti që prej 14 viteve ka larguar 1.4 milion shqiptar vetëm për të mbushur xhepat e veta me paratë tuaja. Ka vetëm një formë, ka vetëm një mënyrë se si mundet që paratë e qytetarëve të shërbejnë për qytetarët. Të largohen hajdutët që janë sot në atë sallë, hajdutët që janë kryeministri, hajdutët që janë në çdo drejtori. Të gjithë ata që dëgjoni analistat e pavarur qeverisë që dalin sot në për ekrane dhe kërkojnë të justifikojnë një akt kriminal, një akt i cili po bën kurban Shqipërinë dhe integrimin ton Bashkimin Evropian, një akt i cili përbën kërcënimin më të madh për pavarësinë e gjyqësorit, një akt i cili përbën kërcënimin më të madh për jetën e çdo qytetari dhe për jetën e çdo dëshmitari që me kurajo ka treguar se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë përgjegjësit për vjedhjen e parave të qytetarëve shqiptar. Sot ata mendojnë se me ata efektiv policie që i kanë lënë aty do mund të ndalojnë revoltën shpirtërore, morale që ka sot çdo qytetar që do Shqipërinë, që do drejtësinë, që do demokracinë. Absolutisht jo. Tu na kanë sot, tu na kanë nesër dhe çdo ditë në përballje me narkoshtetin, çdo ditë në përballje me narkokryeministrin. Shikoni sot, një thirrje kam edhe për policinë e shtetit. Jemi vetmi vend në botë. Gjykata, drejtësia, efektiv të nderuar, ju ka thënë, shkoni në atë sallë dhe arrestoni Lubi Ballukun. Është detyra juaj. Jemi vetmi vend në botë që policia në vend të arrestojë hajdutët, vjen dhe pengon protestuesit. Një policie e cila i shërben hajdutit nuk është policie e shtetit, por është policie pushtetit. Dhe ndaj policisë pushtetit nuk mund të kemi absolutisht asnjë rezervë me denoncimet tona. Unë i them policëve sot, bashkoni me protestuesët edhe për drejtat tuaja. Bashkoni me protestuesët edhe për familjet tuaja. Sot jo vetëm qytetarët shqiptarë, po e gjithë Europa dhe e gjithë bota e ka parë se çfarë qeverie është kjo. Kjo është qeveria e cila në kurrizin e vet ka lotët e nënave që janë ndarë nga familjet, nga fëmijët e tyre sepse kanë marrë kurbetin. Kjo është qeveria që në kurrizin e vet ka gjakun e Ardit Gjoklajt. Kjo është qeveria që në kurrizin e vet
ka gjakun e atyre qytetarëve që kanë betur viktim nga përplasjet e bandave, të bandave që mbajnë këta në pushtet, nga përplasjet e kriminelve që mbajnë këta në pushtet. Kjo është qeveria përgjegjëse, pse të sot xhepat e qytetarëve shqiptar janë bosh. Kjo është qeveria përgjegjëse, që pse sot Shqipëria nuk është në Europë. Kjo është qeveria përgjegjëse, pse sot shqiptarët janë populli më i varfër në Europë. Kjo është qeveria përgjegjëse, që pse shqiptarët kanë taksat më të larta në rajon. Ndaj dhe ne, vetëm këta kemi punë, vetëm e këta kemi bërë përgjegjës dhe ndaj këtyre do të marrim çdo mas nevojshme, sepse jemi në drejtën e ligjit, shtetit dhe mbi të gjitha me drejtën e Zotit për t'i dalë Zot Shqipërisë, për t'i dalë Zot qytetarëve tanë. Si ka mundësi, të nderuar miq, si ka mundësi që kjo qeveri që kërkon sot të kaloj një ligj në parlament, që nëse parkon dysh, duhet futesh në burg. Po si ka mundësi që parkimi u zgjidh ka me burg, kurse korrupsioni u zgjidh ka pa burg? Si ka mundësi? Ku është parë kjo? Kjo ndodh sepse jemi të qartë. Edi Rama nuk ka hallin e Lubi Ballukut. Nuk ka problemin e Belinda Ballukut. Ai e do Belindën aq sa ka dash Veliajn e gjithë të tjerët me qyrbe me çfarë janë. Ai ka hallin e vet. Sepse kompanin turke e ka sjellë Edi Rama këtu. Tenderat i firmos Edi Rama këtu. Korrupsionin e bën Edi Rama këtu. Marrëdhënien me krimin e bën Edi Rama këtu. Ndaj nuk ka zgjidhje pa largimin e Edi Ramës. Ju e mbani mend shumë mirë, vetëm pak muaj më parë, na thonin se kjo qeveri nuk bie, se kjo qeveri është e pamposhtur. Dhe vetëm pas pak muajsh, gjysma e kabinetit ka ikur drejtim pa ditur. Gjysma e kabinetit është larguar. Tani ka mbetur copa e fundit, copa më e poshtër, copa më e keqe, copa më hajdute, copa që është shefja e gjithë hajduteve tjerë që është Edi Rama. Prandaj nderuar miq, ne nuk mundet kur të bëjmë asnjë hap pas përballë këtij misioni që është në interes kombëtar. Të gjithë ata cilët flasin se janë mbledhur disa militantë të një partie, të kenë qartë vetëm një gjë. Çdo demokrat dhe çdo shqiptar në këtë betejë është militant i Shqipërisë dhe i asnjë partie tjetër, sepse Edi Rama nuk është vetëm armik i demokratëve, nuk është vetëm armik i politikës, nuk është vetëm armik i Partisë Demokratike. Edi Rama është armik i kombit shqiptar, është armik i Shqipërisë, i Kosovës, i çdo shqiptar i të lirë dhe ndershëm, kudo që është në botë. Ndaj ne nuk mundet kurrësi të lëmë përgjysëm këtë aksion. Dhe Partia Demokratike, opozita, ju garanton se nuk do lej asnjë sekond, nuk do bëj asnjë hap pas derisa misioni dhe shpresa e çdo qytetari shqiptar që është largimi i Edi Ramës të shkojnë deri në fund. Dhe për këtë ne kemi garancin e atij që nuk e ka kthyer fjalën kurrë mbrapa të liderit të opozitës, Sali Berishës. Ju e pa të nderuar miq se si e gjithë instancat shtetërore, se si të gjitha drejtorit u menaxhonin dhe u drejtonin nga Ergy Sagasi, një njeri i cili nuk kishte asnjë funksion publik, po shkonte vetëm me emrin e Edi Ramës, me urdhrin e Edi Ramës, ai që njihet si koordinatori i krimit organizuar, mori në dorë segmentet e sigurisë kombëtare dhe të gjitha të dhëna tuaja personale, se ku i keni fëmijët në shkollë, se çfarë punë bëni, pasaportat tuaja,
dhe çdo informacion të shtetit e merrte Ergys Agasi dhe kartelet, sepse Edi Rama ka vetëm një bashkëpunim. Edi Rama ka vetëm një dashuri, dhe ajo është dashuria për krimin organizuar. Ajo është dashuria për bashkëpunimin me krimin organizuar. Sepse Edi Rama nuk ka shpresë te as kush tjetër, është i vetëm atje. Shpresa e fundit e tij është e krimi, po dhe krimi do fshihet si miu përballë ortekit tuaj, përballë protestave tuaja, përballë qendresës tuaj. Deputetët tanë në këto momente deputetët tanë po bëjnë një betejë të jashtëzakonshme në atë sallë, sepse qeveria narkopushteti që drejton sot atë sallë kërkon të mbylli seancën për të shpëtuar Belinda Ballukun, për të shpëtuar Edi Ramën. Në këto momente deputetët tonë po bëjnë një betejë jo për interesa partije, po bëjnë një betejë për interes kombëtar. Ndaj, unë ju ftoj që ne të vazhdojmë që ndrojmë këtu, deri në momentin që dalin deputetët tonë, dhe më pas t'i tregojmë fuqinë e kësaj proteste, fuqinë e kësaj qëndrese, përballë qeverisë nike. Edi Rama, je i pa shpresë, ke vetëm një rrugë, largo!